Po sigurisht se një prodhim, mbjellja e madhe, solli nuk është se u bën të gjitha përgatitur, po tani për shembull, në atë kohë, tani duhet të ketë më shumë, kishte mbi 100 fabrika të vogla ulliri. Dhe duhet shtosh në ato, shto kreditop, vazhdo. Mora ullirin si shembull. Në zona tjera vendosëm arror. Dhe u mbollën disa qindra hektar. Subvenciononim çdo lop, çdo tim, çdo blet. Prapi kthehemi ne kësaj, do I kthehemi me 6 fishim. Po e theti bukur, njerëzit nuk e ditë. 2 gjëra më keq se qytetarët nuk I kanë të qarta. Spari se sa e pa kufishme është vjedhja e tyre. Sa e pa kufishme është vjedhja e tyre. Ne kemi një hall. Ja u them këtu haptas. Problemi ynë është se kur themi ne që ky ka vjedh ta zam 1 miliard në rrugë, ka njerëz që mendojnë ne përpara shtetit janë ato. Jo, më ato janë paret tona, ato janë paret të çdo qytetari, ja ka marrë çdo qytetari edhe në gotën e ujit që pin takset. Nuk janë, qeveria nuk pret parë, nuk ka asnjë qindar. Të gjitha I merr nga qytetarët. Dhe çfarë tregojnë kontrollet shtetërore? Kontrollet shtetërore tregojnë se vetëm 5% e projekteve zbatohen. 95% e projekteve nuk zbatohen. Vidhen. Çfarë tregojnë? Tregojnë se 90% fondeve vidhen. Kjo për fat të keq, se të kemi sinqert me ju. Po të mos kishte, po të kishin njerëzit një kuptim të qartë për këtë. Bananac me huj I përzinin këta hajdut. Po, nuk ka kom që I duron. Të them, së dyti, ka një shkallë të tmerrshme kriminalizimi. Një shkallë atill që nuk mund të imagjinohet. Bëri paketën e maleve, ta marrim paketën e maleve. Paketën e maleve filloi ta zbatoi, ku thoni ju? Në Maminas, në Kull, në fshatra që janë nga 30 gjerë në 70 metra mbi nivelin e detit. Çfarë tregon kjo? Kush ishin këta? E kuptoni? Këta janë bandit, janë trafikant, janë kriminel, që I marrin tokat aty, po 10 vite pa taksar investimin e tyre. Por që nga mal, Maminasi në qofë se kush nuk e din është midis Shiakut edhe Vorës. Çfarë mali është aty më thoni mua? Tjetër, në male, pakete e maleve, mor zotri, qofë se ti shkot duke marrë toka, ti vetëm sa mbjell vllavrasje, vetëm sa mbjell sherrë. Po, hiq taksat ti për ata që banojnë atje për 10 vjet kush investoj, po jo t'ja prekish tokën ti ati. Jo ti thush trafikantit, hajde se të garantoj tokën duke ja u marrë njerëzve. Se kjo është e vërteta. Ndaj dhe kjo lëvizje e madhe qytetare duhet të ndihmohet nga çdo shqiptar. Sepse zgjimi I rinis kësaj radhe është fati më I madh I shqiptarëve. Dhe duhet t'ja u japim një krah të gjithë. Duhet t'ja u japim një krah, mendojmë si t'ja u japim një krah atyre, për t'ja dhënë duart.